Thënie nga Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ishte filozof, shkrimtar dhe muzikant zviqeran. Citojmë disa prej thënieve të tij. Mirënjohjen e ka secili për detyrë, por askush nuk ka të drejtë ta kërkojë. Është e kohë ta kërkojmë lumturinë larg e pranë, nëse atë nuk e kultivojmë brenda nesh. Për të shkruar një letër të mirë dashurie, duhet nisur pa ditur se ç'do të shkruash e ta përfundosh pa ditur se ç'është shkruar. Nuk duhet tradhuar e vërteta dhe mohuar vetvetja për një grimë si mirëqenie. Mësuesit tanë të parë të filozofisë janë këmbët, duart dhe sytë tanë. Liri nuk do të thotë të bësh sipas qefit tënd, por do të thotë të mos i nënshtrohesh vullnetit të tjetrit. Liria e një qytetari mbaron atje ku fillon liria e një qytetari tjetër. Që kur lindin fillojmë të mësojmë, edukimi ynë fillon njëkohësisht me ne. Edukatori ynë i parë është mendesha jonë. Fëmijëria ka mënyrën e vet për të parë, për të menduar, për të ndjerë, dhe është absurd të kërkojmë ta ndryshojmë këtë mënyrë. Që është moralisht e keqe, është edhe politikisht e keqe. Nuk e imagjinoj dot se si mund të jetë i mirë ai libër që nuk i bën më të mirë lexuesit e tij. Fyerët janë argumentet e atyre që e kanë gabim. Të jetosh i lirë pa i vënë fare në llogari gjëra toksore është mënyra më e mirë për të mësuar të vdesësh. Harresa e çdo feje çon në harresën e detyrave të njeriut. Jeto vetëm me veten tënde e nuk do të jesh më i mirë. Nuk ka njeri që pasi zbulon të vërtetën dhe gënjeshtrën, të mos preferoj gënjeshtrën që ka gjetur vetë në vend të së vërtetës që kanë zbuluar të tjerët. Kush nuk e urren vesin sa duhet, nuk e do virtytin sa duhet. Virtytin e kushton kaq shtrej për fajin ton, sepse po të ishim gjithë një të mençur, rrallë do të kishim nevojë të ishim të virtytshëm.